Por klubin e futbollit Shiroka viti 2026 pritet të jetë me surpriza. Hapi i parë ishte lajmi për bashkëpunimin e presidencës me aksioner amerikan, ku pas bisedimeve të para me kreun e klubit Ergi Axhani, shumë shpejt pritet konkretizimi për administrimin e përbashkët të KF Shirokës. Por ndërkohë kanë nisur lëvizjet e para në merkaton e janarit, ku i pari që ka hedhur firmën për ngjyrat e Shirokës është Jakob Dreshaj, një lojtar suedez me origjinë nga Tuzi i Malit të Zi. Jemi të lumtur të prezantojmë afrimin më të ri në ekipin ton. Jakob Dreshaj, lojtar suedez me origjinë nga Tuzi i Malit të Zi, i formuar në futbollin suedez, ai vjen për të forcuar skuadrën dhe për të sjellë cilësi, disiplinë dhe përvojë në fushë. Dreshaj ka firmosur një kontratë deri në fund të sezonit me opsion rinovimi edhe për një vit tjetër. Klubi uron mirëseardhjen dhe shumë suksese me fanellën e Shirokës, shkruhet në njoftimin zyrtar. Nga të njëjtat burime mësohet se stafi teknik së bashku me presidencën janë në bisedime edhe me emra të tjerë futbollistësh brenda dhe jashtë vendit për të bërë pjesë të Shirokës. E pozicionuar në vendin e tretë të tabelës së klasifikimit për grupin A të kategorisë së dytë, pas beslidhjes së Lezhës dhe Sopotit që kryesojnë renditjen, për klubin e futbollit Shiroka objektivi për të kualifikuar në kategorinë e parë do të vijë edhe gjatë fazës së tretë të kampionatit.